Problemi është që ky e quajti këtë një referendum. Referendumi është jo ose po. Tani, si ka, që kuptim ka tani njeri që zgjidhet, jo po, jo po dhe s'ka tjetër. Se po të ketë njeri tjetër dakord. Jo po, po thua, po për këte, jo për këte. Kjo është shumë e pakuftueshme. Dhe pse aty nuk guxon të flasë askush Bamir tani? Si ka mundësi bien dakord me një cirk që u organizua dhe u quajt referendum? Ky është një cirk. Si ka mundësi tani një parti politike që thuhet që ka rrezu komunizmin? Bukur, atëherë duhet i tani po. Ka rrezu komunizmin kjo parti. Po. Dhe aty kishte figura shumë të shquara. Ka patur edhe një parti vërtet që kishte vlera. Në fillimet e vet thatjo. Sinvolizuat. Bile edhe ndoshta edhe vetë zoti Berisha, gjithë. Me kohën e vet. Në kohën me gjithë gabimet e gjitha, siç i ka gjithë kjo shoqëri. Por si ka mundësi sot, pas 35 vjetësh, të gjithë e mbështetin një cirk që quhet referendum? Po. A kupton gjë nga kjo? Këtë duhet. Unë sa po ju fola për strukturën e kulturës politike të shoqërisë. Qartë. Para. Jo, ata aty. O pra, e dyta, specifikisht se dhe në Nënderogjën, dilnin gjithë ato grupe, pjesë ishin njerëz, grupi deputetëve, grupi filan, i pushkatonte ai. Dhe në Nënderogjën, në atë diktaturë, dilnin njerëz më fort. Do të shpjegoj. Tu s'ka njeri. Këtu nuk është më çështje e fobisë ndaj liderit, ja. Këtu është një çështje tjetër. Të gjitha ato që ti shikon atje janë pjesë e një korporate që janë të emëruar nga drejtuesi i korporatës, marrin po, korporat, kompani, si doni. Është korporat. Unë them korporat, sepse, shiko, paguen, marrin rrogat majme, gëzojnë pushtetin e opozitës dhe situata është shumë e thjeshtë. Ato janë totalisht të varur nga personin fjalë. Jo se nuk ka qenë influente në të kaluarën, por minimalisht kishte një marrëdhënie ku ai kishte nevojë për të tjerët. Sepse ligji ishte mazhoritar, ai nuk mund dilte në terren me figurat skaduara, të diskredituara, njerëz pa emër, pa profil publik. Në momentin që këta ndryshuan kushtetutën, në 2008, atëherë çfarë bën këto? Këto krijuan monopolin e emërimit. Njëri emëron nga i krah, tjetri emëron nga krau tjetër. Dhe janë të gjithë këta, absolutisht, që janë në nevojë, sepse ai që do të demonstrojë karakter, çfarë bën ai? Ai fillon dhe flet ndryshe në publik, ka profilin e tij, fillon edhe flet për parime politike, për standarde, për nevojën e rotacionit. Pse se bën? Askush se bën edhe. Pse? Janë të varur nga punëmarrësi. Ai ka marrën punë, ai paguon, në zgjedhjet e tjera në rast se këta nuk sillen mirë, ai nuk i fut më në lista dhe humbin të gjitha benefitet. Ta kam thënë dhe herë tjetër dhe e ritheksoj. Pushteti i kryetarit të opozitës është ekuivalent me pushtetin e kryeministit. Ti ishi bindur për punë. Ka dhe në pikpamjen ekonomike, e thua? Mërë në çdo lloj pikpamje. Sepse, për shembull, njeriu që del aty, një nga njerëzit që del, është mbytur në puse nafte, që i jep të rezultatet e këto. Tjetër ishte mbytur se të gjithë përpiqen, të gjithë ne përpiqemi dalim në mëngjes, Bamir, edhe ti dhe unë dhe të gjithë dalim në mëngjes të fitojmë diçka për familjen tonë, për jetën tonë, të gjithë. Të bëhet me mirë ajo, sa më e begat, sa më e kamur. Po këta dalin tani barabart të... Jo, këto kanë dimension tjetër. Këto sigurisht nuk i ndalon njeri që të kenë bizneset e tyre normale në familjet, sepse nuk është të thonë që një njeri që futet në politik, të tjerët nuk kanë jetën e tyre. Sigurisht. Por problemi është që te këta funksionon në lege artis, hipokrizia publike. Këto janë me biznese, dhe nuk i themon. I thoni ju të medjeve, janë këtu, janë atje. Dhe në fund fare, hipokrizia përkthehet në një lloj psikoze që këto kapin tifosët e tyre dhe i majnë të lidhur. Ti nuk e din ndoshta, sepse unë kam ender raporte
me demokratë që sigurisht kanë qëndrimin e tyre, kanë arsyetimin e tyre, po ti nuk e din se që lloj komunikimi ka me ta. Pra, edhe pse e din fare mirë që ato nuk kanë asnjë lloj afeksioni më, por atë i përdorin të gjitha mënyrat për t'i afruar në kulmin e hipokrizisë tyre. Kjo histori ka marrë fund. Pse ka marrë fund? Ne në psikozë jetojmë në pluralizëm, por në fakt funksionojmë në bimonizëm, do ta quaja. Bimonizëm, që nuk është kur pluralizëm. Sepse janë dy grupe, dy individ që po rrotullojnë lojën dhe çfarë bëjmë? Ne kohë pas kohe o rifreskojmë ato që kemi thonë ose thejmë në element të ri e rrugës. Por në esencë, ky është problemi. Ka dhe një faktor tjetër pastaj që mund ta diskutojmë më vonë, që ka të bëjë thellësisht me sjelljen e shoqërisë. A mund të shpëtohet kjo është e qartë, e thamë këtë. Jo, ka gjë tjetër. Jemi të gjithë, edhe gjithë shoqëria, nuk kemi. Ka një gjë tjetër që është shumë praktike dhe e po s'duhet të duket sikur e relativizojmë sot. Ata janë, shiko, përgjegjësia thelbësore këtu është brenda kësaj partie dhe brenda partisë do të thotë ç'është pjesa që e drejton këtë parti, leadershipi i saj. Është Sali Berisha dhe 5 të tjerë që vërtetë ti e them mjaft mirë. Ka zgjedhur ai me dorë, jeni këtu pik dhe ai s'mund të gaboj me për biznesin personal që ka këtë, të zgjedh një lulbash tjetër, e kupton? Ose një... A mund të shpëtohet me kjo parti tani pa mirë, si mendon ti? Siç po duket doktori, mund të merr dhe me vete këtë apo jo? Sot ta tani, sot po thoshe që më telefonoi të njëri 95 vjeç, u bën kryeminist 95 vjeç. Po, kush ishte ky? Nëse ka qenë Mugabe, se nuk e di. Jo, ishte kryeminist i botës demokratike. Po, mirë, nuk e di. E harrova, dhe tha sot, tha emrin dhe me emrin, por tha unë këtu do jem, si ai. Edhe 95 vjeç, vetëm ai lart tha duhet të marr vendim ai. Këtu nuk e kishte keq, se aty do jetë edhe vendimin e merr ai. Pra, vendim tjetër s'ka tha, veç vendimit të atij lart. Tani, ti mendon që kjo parti në këto kushte nuk shpëtohet? Akoma se kam thonë, shpëtohet apo jo. Ti do përshpytje, unë do them shpëtohet apo jo. Thuaj tani. Jo, ta them patjetër. Kam kohë që unë them që shkon drejt degradimit dhe po në këtë studiot kam thonë, kur ma ke bërë këtë pyetje që një miku im, që e një mirë situatën, thotë në fund fare, kur ai të largohet, do të gëlltis dhe vullën e partisë. Po pse nuk bën tjetër thua jo? Kush bëjtoj flamuri nuk lejohet. Do të gëlltis dhe vullën, pra është metaforike. Gëlltit dhe vullën thua ti. Është metaforike. Metaforike,